sepse Zoti i Madhërisht e ka kriju njeriu në këtë mënyrë, një krijesë dualiste, e përbër prej materes dhe prej shpirtit, dhe shpirti ka ligje që si nështrojnë laicizmit. Ndjenja, urtësia, për shembull, besimi, etja për dije, etja për të vërtetë kështu me radhë. Pra një nuk mund me qenë laik. Instikti që ka dhënë Zoti i Madhërisht. Pra mund të jesh edhe pjesë e një institucioni që quhet laik, por në realitet nuk ka shoqëri laike. Dhe gabimi më të madh, sepse këtu te ne në Kosovë po provohet që të imponohet një diskurs përmes disa analistave që të paraqitet se populli është laik. Gjë që ka të sillesh majtas dhe djathtas demantohet kjo çështje. Fakti parë. Pse mirë po dhe në botë nuk ka shtet laik. Nuk ka popull laik. Nuk ka. Në cilin do shteti merr nuk ka popull laik. Mund të ketë një aspekt juridik, por jo populli, sepse edhe ai i cili e ka bën këtë nuk është laik. Edhe ai i cili është marrë për këtë punë nuk është laik. Sepse një ditë kemi pa në xhami, një ditë ndoshta shem ku e din kish, pra nuk është laik. Edhe ai i cili ka shku këtë kushtetutë. Edhe ai që ka shku kushtetutën të e definuar se është laike ky popull, bie shahadeten sa ban akşam. Dhe thotë Allahu është një akşam radh. Kjo pjesa e shtetit laik hoxh është që banorët, qytetarët me bashkëvepru mirë me njëri tjetrin apo si ide? Jo, laicizmi që të kuptohemi publikisht. Laicizmi ka lind si ide me shkput ndikimin e kishës prej shoqërisë. Domethënë sepse në atë kohë në mesjet kisha ka luajtur një rol negativ. Që u konsideru mesjeta e errët. Mesjeta e errët. Dhe sikurse Evropa të mos shkputej prej krishterizmit, nuk ishte me qenë kjo Evropë. Por do të kishme po një Evropë këtë tjetër. Të luftrave të përgjakshme, të degradimit, të mos civilizimshëm me radhë. Dhe ata çka banë në evropianët? Popujt evropian e kuptuan që pengesa e zhvillimit të shoqërisë është kisha, së bashku me klerikët asaj kohe.